një Erion Veli edhe një gjush në miniatur. Jo në miniatur, me pantallona, jo në miniatur, se më shkau goja. Me pantallona. Absolutisht. Sako bashkë me gjushin kanë një lokal atje te Kodra e Kuajve, bëjnë takime me bandat kriminale dhe u japin udhëzime, po unë u them atyre se në mënyrë absolute çdo implikim në proces elektoral do ta paguajnë me çmimet ligjore më të shtrenjta. Dhe sbashku me ta edhe Sako edhe Gjushi që merren me këtë vërmëtari. Urdhon në vend se të vinë dhe të kompletojë investimin, kanë vjedh parat dhe investim nuk ka. Unë gjatë jeta. Është një nga qytetarët. Edhe unë ju shiheni, a jeni mirë. Mirë. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Ndaj dhe i ftoj këta banor, duke i garantuar për një ndryshim të shpejtë të kësaj gjendje. I ftoj të votojmë me 11 maj Aleancën, Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. I siguroj se urbanizimi plot dhe i mirë, shumë i mirë, i këtij qytetit ndërtuar me mundin djersën, Durrësiri quhet ky tani, i këtij qytetit të ndërtuar me mundin e djersën e këtyre burrave dhe grave, do tjetë përparësi absolute e qeverisë ardhshme, sikundër theksova dhe theksoj, nuk do ketë pension nën 200 euro, çdo shqiptar do firmos, edhe ata që janë të papunë, edhe ata që janë në ndihmë ekonomike, do marrin 200 euro në muaj, në mënyrë që të lehtësohet mos ketë shqiptar në varfëri, në skamje ekstreme. Pra, biznesi do të mbështetet fuqishëm, prodhimi do të jetë motoja jon, krenaria jon kombëtare, dhe jam i sigurt se pavarësisht se ku jemi sot, ndryshimi do të jetë i shpejt dhe do të jetë shumë i mirëpritur nga qytetarët shqiptar. Do fitojmë doktor, ju i Shqipërisë. Do fitojmë, faleminderit. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.